Parlamenti serb votoi me shumicë dërmuese kryeministren e parë homoseksuale. 41 vjeçari Ana Brnabić do të jetë edhe kryeministrja e shqiptarëve të Serbisë, pasi ka marrë votën e deputetit të vetëm shqiptar të Luginës së Preshevës, Fatmir Hasanit. Pas votimit, Hasani u shpreh se ka pasur një takim me presidentin Aleksandar Vučić, ku kanë biseduar për qasjen e Beogradit ndaj shqiptarëve. Mendojmë se kësaj here do të fillojnë të realizojnë kërkesat tona, duke qenë se ne kemi qenë prej vitesh në opozit. Shpresojmë të marrim të gjitha ato që na takojnë. Serbia duhet i plotësoj sa më shpejt të drejtat e pakicave, për shkak se po ndjek rrugën drejt BE-s, u shpreh Hasani. Kryeministri e re është shprehur se Serbia do të vazhdojë politikën e ndërtimit të marrëdhënieve me popullin rus, dhe se një ndër pikat kyçe të qeverisë në drejtimin e saj do të jetë antarësimi në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, presidentja kroate Kolinda Grabar-Kitarović, e cila hapi samitin e procesit të bashkëpunimit të vendeve të Europës juglindore, tha për mediat e Kosovës se në BE ka edhe vende të tjera, të cilat nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës.